Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar letër rreshtim vendor dhe ndërkombëtar ndaj ish nënkryetarit të listës serbe, Milan Radojčić, lidhur me barikadat e ngritura gjatë vitit 2022 në 4 komunat veriore të banuara kryesisht me serb. Në prokurorinë speciale njoftuan se letër rreshtimi është lëshuar pasi që gjykata e ka aprovuar kërkesën e saj të parashtruar në kuadër të veprimeve hetimore për rastin. Armnora Luta, zëdhënëse në prokurorinë speciale, tha se krahas Radojčićit janë lëshuar edhe urdhër arrestime për 10 të dyshuar të tjerë. Përveç Radojčićit, PSRK-ja ka lëshuar urdhër arrest edhe ndaj 10 personave të tjerë të dyshuar në këtë rast. Duke u hetuar janë rreth 50 persona për veprat penale, pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, thirrje për rezistencë dhe bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese. Ky nuk është letër rreshtimi i parë i lëshuar për Radojčićin. Një e ka edhe për sulmin terrorist të fundshtatorit të 2023-s në Banjsk. Për këtë rast, atij Interpoli ka lëshuar edhe urdhër arrestim në dhjetor të 2023-s. Krahas për rastin Banjska, urdhër arrestim ndaj Radojčićit ka lëshuar në mars të si vjetmë edhe gjykata themelore në Prishtinë lidhur me veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. E për rastin e vendosjes së barikadave në veri më 2022, së fundi është ftuar për intervistim dhe kryetari i listës serbe Zlatan Elek, por se marrja e tij në pyetje të mërkurën është shtyrë për shkak të arsyeve shëndetësore të avokatit të tij. Krahas Elekut, ftesë për intervistim kanë marrë edhe deputet të Kuvendit të Kosovës nga radhat e listës serbe, Igor Simić e Slavko Simić. Në listën serbe, ftesën e prokurorisë për ta e interpretuan si proces të montuar politikisht dhe të drejtuar kundër serbëve e përfaqësuesve të tyre në Kosovë. E zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë i ka dalë në mbrojtje Elekut, duke pretenduar se intervistimi i tij bazohet në akuza të rreme dhe të montuara nga autoritetet e Kosovës. Në dhjetor të vitit 2022, protestues serb patën bllokuar rrugët në veri për ta kundërshtuar vendimin e qeverisë që të mos e lejojë qarkullimin e automjeteve me targa ilegale që lëshoheshin nga Serbia.